Brenda shtëpisë së Big Brother, një moment i veçantë ndodh kur Eliona merr një dron të veçantë. Kur ajo e sheh dronin dhe mesazhin që vjen me të, emocionet e saj shpërthejnë menjëherë. Ajo duket e gëzuar dhe e emocionuar, fytyra e saj ndriçon dhe buzëqeshja nuk largohet nga fytyra për disa momente. Ky gjest, i thjeshtë por shumë i rëndësishëm, e bën të ndjehet e veçantë dhe e dashur, duke e mbushur me një ndjenjë të ngrohtë dhe lumturi të madhe. Eliona, me një emocion të madh, fillon të flasë dhe t'i shpreh falënderimet e saj. Prindërve faleminderit shumë, më keni marrë mall shumë. Fjalët e saj janë të thjeshta, por të ngarkuara me ndjenja të thella dhe të sinqerta. Ajo tregon qartë se ka ndjerë mungesën e tyre dhe se ky gjest i ka mbushur zemrën me lumturi dhe dashuri. Publiku mund të ndjejë emocione të forta, sepse fjalët e saj dhe reagimi i saj janë të sinqerta dhe prekëse. Ndërkohë, banorët e tjerë e vërejnë reagimin e Elionës dhe ndihen të ndikuar nga gëzimi dhe emocionet e saj. Disa e shikojnë me kuriozitet, disa me habi dhe disa ndjejnë një lloj admirimi për mënyrën se si ajo shpreh ndjenjat e saj hapur. Atmosfera brenda dhomës bëhet më e ngrohtë dhe më pozitive, pasi lumturia e saj është e ndjerë përreth. Eliona vazhdon të flasë për emocionet e saj, duke përmendur se sa shumë ka ndjerë mungesën e prindërve dhe sa shumë është gëzuar për këtë surprizë. Ajo ndan mendimet dhe ndjenjat e saj me të gjithë që janë pranë, duke krijuar një moment të sinqertë dhe të ndjeshëm që prek çdo banor dhe shikues. Fjalët e saj tregojnë lidhjen e fortë me familjen dhe dashurinë që ndjen për ta, dhe kjo e bën momentin edhe më të veçantë dhe të paharrueshëm. Ky episod shfaqet si një nga momentet më të bukura dhe më emocionale brenda shtëpisë së Big Brother, ku gëzimi, falënderimi dhe dashuria ndërthuren dhe krijojnë një skenjë që mbetet e paharrueshme. Reagimi i Elionës tregon se edhe gjestet më të vogla mund të krijojnë emocione të mëdha dhe se ndjenja e afërsisë me f. Familjen është një nga gjërat më të rëndësishme dhe prekëse brenda shtëpisë. Brenda shtëpisë së Big Brother, situata mes Limës dhe Benitës bëhet menjëherë e tensionuar dhe e ngarkuar me emocione kur Limi i afrohet Benitës në një mënyrë shumë të afërt dhe provokuese. Ai tenton ta prekë atë, duke treguar qartë qëllimet dhe dëshirën e tij, por Benita nuk e lejon dhe e largon veten me vendosmëri. Ky moment krijon një tension të fortë brenda dhomës, sepse çdo gjest dhe çdo lëvizje e tyre bëhet objekt vëzhgimi nga banorët e tjerë dhe nga kamerat që regjistrojnë çdo detaj. Limi vazhdon të mundohet, duke tentuar të afrohet sërish dhe të fuzë duart, por Benita qëndron e vendosur dhe nuk i lejon asgjë. Ajo i tregon qartë kufijtë e saj, dhe mënyra se si refuzon çdo përpjekje të tij tregon qëndrimin e fortë dhe vendosmërinë e saj. Ky tension midis tyre bëhet i dukshëm për të gjithë banorët e tjerë, të cilët fillojnë të reagojnë në heshtje ose me shikime kurioze, duke ndjerë dramatizmin dhe energjinë e situatës. Ndërkohë, Limi duket i frustruar dhe i zënë në situatë, sepse përpjekjet e tij nuk kanë sukses dhe ai duhet të përballet me vendosmërinë e Benitës. Për të, ky është një moment që provon qëndrimin dhe karakterin e saj, ndërsa për Benitën është një rast për të treguar që nuk do të lejojë askënd të shkelë kufijtë e saj. Atmosfera brenda dhomës bëhet e ngarkuar me tension dhe emocion. Çdo lëvizje, çdo shikim dhe çdo fjalë e tyre shton dramatizmin e situatës. Banorët e tjerë ndjejnë energjinë që përhapet, disa mbeten të habitur nga vendosmëria e Benitës, disa janë të shqetësuar dhe të përfshirë në tension, ndërsa të tjerët përpiqen të kuptojnë situatën dhe të interpretojnë motivet e të dyve. Benita vazhdon të mbajë qëndrimin e saj të fortë, duke mos lejuar Limin të afrohet më shumë. Kjo i jep momentit një dimension dramatik dhe emocionues, sepse publiku mund të ndjejë tensionin dhe vendosmërinë e të dyve, edhe pse nuk dihet se si do të përfundojë situata. Limi përpiqet, Benita refuzon, dhe kjo përplasja krijon një episod të tensionuar që mbetet në ëmbëndjen e banorëve dhe shikuesve. Ky episod shfaqet si një nga momentet më dramatike dhe të tensionuara të ditës, ku dëshira, sfida dhe vendosmëria ndërthuren. Energjia emocionale, reagimet e Limës dhe refuzimi i Benitës e bëjnë këtë skenë të ndjeshme, të diskutueshme dhe të mbajtur mend gjatë nga të gjithë banorët dhe publiku. Brenda shtëpisë së Big Brother, tensioni rritet kur ndodh një incident i rëndësishëm. Limi i jep një goditje Claudit. Situata bëhet menjëherë serioze, sepse të gjithë banorët e tjerë ndjejnë energjinë e tensionuar dhe reagimet nuk vonojnë. Claudi duket i tronditur dhe i përzier nga veprimi, ndërsa Limi qëndron i habitur dhe pak i frustruar nga situata që ka krijuar. Por ngjarja merr një kthes edhe më dramatike kur produksioni vendos të fshijë provat dhe të mos transmetojë incidentin siç ndodhi realisht.
Pamjet e kamerave nuk shfaqin të gjithë të dhënat, dhe duket se disa pjesë të rëndësishme janë manipuluar ose zhdukur. Kjo veprim i bën shikuesit të ndihen të irrituar dhe të tronditur, sepse ata nuk mund të shohin të vërtetën e plotë dhe ndihen të mashtruar. Reagimi i publikut është i menjëhershëm. Shikuesit fillojnë të acarohen, të ndihen të inatosur dhe të shqetësuar nga mënyra se si produksioni po menaxhon situatën. Disa e shohin këtë si një padrejtësi të hapur ndaj Claudit, duke menduar se ai nuk po mbrohet siç duhet dhe se limi po shmang përgjegjësinë. Tensioni dhe zemërimi i publikut rrit dramatizmin e ngjarjes dhe e bën atë një nga momentet më diskutueshme të ditës. Banorët e tjerë brenda shtëpisë ndjejnë tensionin dhe acarimin që shfaqet për shkak të fshehjes së provave. Disa mbeten të shtangur, duke parë situatën të komplikuar dhe të pasigurt, ndërsa të tjerët përpiqen të interpretojnë pse produksioni vepron kështu dhe çfarë qëllimesh mund të ketë. Energjia brenda shtëpisë bëhet e ngarkuar, sepse çdo lëvizje, fjalë ose heshtje merr peshë dhe rëndësi të madhe. Ngjarja dhe mënyra se si produksioni e menaxhon situatën krijojnë një kombinim të fuqishëm dramatik dhe emocional, duke shtuar mister dhe debat midis banorëve dhe shikuesve. Tensioni dhe emocioni janë të dukshëm në çdo veprim, në çdo shikim dhe në çdo reagim të banorëve, duke e bërë momentin të ndjeshëm dhe të diskutueshëm. Ky episod shfaqet si një nga momentet më të tensionuara dhe më të debatuar. Atë ditës, ku veprimet e limës, reagimi i Claudit dhe mënyra e prodhimit për të fshirë provat ndërthuren për të krijuar një histori dramatike. Publiku mbetet i acaruar dhe intriguar, duke pritur të shohin se si do të zhvillohet më tej situata dhe cili do të jetë ndikimi i saj mbi marrëdhëniet brenda shtëpisë dhe mbi opinionin publik. Alba dhe Benita përfshihen në një debat të ashpër që fillon qetë, por shpejt përshkallëzohet duke u kthyer në një përballje të tensionuar dhe emocionuese. Gjithçka nis kur Alba fillon të flasë për sjelljen e Benitës brenda shtëpisë dhe për mënyrën se si ajo po përpiqet të afrohet me Limin, duke u dukur se ndjek çdo hap të tij. Alba nuk e fshe më zemërimin e saj dhe i thot Benitës me tone të larta dhe plot përbuzje se ajo është mbaxhell muti dhe se nuk e duron më këtë lojë të saj. Debati vazhdon ndërsa Benita përpiqet të reagojë, por Alba nuk e lë të flasë. Ajo vazhdon duke i thënë se Benita gjithmonë i shkon pas Limit dhe se kjo nuk është mënyra e duhur për të fituar simpatinë e dikujt, por një mënyrë e ulët për të manipuluar situatat. Alba e thekson disa herë këtë gjë, duke përdorur fjalë të forta dhe duke i treguar Benitës se nuk mund ta kalojë më pa përgjigje sjelljen e saj. Gjatë gjithë debatit, Alba e sfidon Benitën, duke e bërë të kuptojë se nuk do të tolerojë më lojrat e saj të fshehta dhe se nuk do të lejojë që dikush të manipulojë situatat brenda shtëpisë pa u kundërshtuar. Ajo shprehet se është e lodhur nga mënyra se si Benita sillet, duke u dukur gjithmonë si viktimë ose si dikush që përpiqet të fitojë favorin e Limit në mënyra të dyshimta. Banorët e tjerë afrohen dhe e ndjekin debatin me vëmendje. Disa janë të habitur nga gjuhët e ashpra dhe qartë shohin tensionin mes dy vajzave. Atmosfera bëhet gjithnjë më e rëndë dhe fjalët e Albas lënë gjurmë të qarta tek Benita, e cila duket e prekur, por mundohet të mbajë qetësinë. Alba vazhdon, duke i thënë Benitës se të gjitha këto lojra nuk do ta çojnë askund dhe se ajo duhet të mësojë të sillet me më shumë sinqeritet. Ajo i përmend se Limi nuk është dikush për të ndjekur me çdo kusht dhe se përpjekjet e Benitës për t'i shkuar pas janë të panevojshme dhe të gabuara. Në fund të debatit, Alba e përmbyll fjalimin e saj me një paralajmërim të qartë: ajo nuk do të lejojë më të tjerët të luajnë me durimi. Në dhe respektin e saj dhe se çdo sjellje e tillë do të ketë pasoja. Fjalët e saj janë të fuqishme, të drejta dhe tregojnë qartë që Alba nuk do të mbetet pasive. Ky debat nuk është thjesht një përplasje verbale, por një moment ku Alba tregon forcën e karakterit dhe vendosmërinë e saj për të mos lejuar lojrat e fshehta të ndikojnë në marrëdhëniet brenda shtëpisë. Brenda shtëpisë së Big Brother, situata arrin një moment kritik kur prindërit e Claudit vendosin të reagojnë pas një incidenti të rëndësishëm. Ata denoncojnë publikisht rastin kur Limi i ka dhënë një goditje Claudit, duke treguar shqetësimin e tyre të madh dhe mbështetjen për djalin e tyre. Prindërit e Claudit shprehin mlefin dhe zemërimin për situatën, duke theksuar se një veprim i tillë nuk duhet të ndodhte brenda shtëpisë dhe se siguria dhe respekti për banorët duhet të jetë prioritet. Ndërkohë, duket se produksioni i Big Brother ka një qasje tjetër ndaj ngjarjes. Pamjet e incidentit nuk transmetohen siç ndodhin realisht dhe disa detaje të rëndësishme duken të fshehura. Kjo krijon një ndjesi se situata është manipulueshme dhe se publiku nuk po merr të gjithë informacionin për ngjarjen.
Kjo përplas situatën, pasi prindërit e Klodit e shohin si një padrejtësi dhe e konsiderojnë se produksioni po i shmanget përgjegjësisë për incidentin. Banorët e tjerë brenda shtëpisë e ndjejnë tensionin dhe shqetësimin që vjen nga ky incident. Disa janë të habitur nga reagimi i prindërve dhe nga mënyra se si produksioni po e menaxhon situatën, ndërsa të tjerët përpiqen të interpretojnë pse pamjet nuk dalin në ekran dhe çfarë ka ndodhur realisht. Ndërkohë, Klodi ndjehet i mbrojtur nga familja e tij, por gjithashtu i frikësuar dhe i shqetësuar për mënyrën se si kjo mund të ndikojë në imazhin e tij dhe në situatën brenda shtëpisë. Incidenti dhe reagimi i prindërve krijojnë një tension emocional të fortë, jo vetëm për Klodin, por edhe për banorët e tjerë dhe për publikun që ndjek episodet. Fakti që produksioni duket se po fshet disa detaje e bën situatën më dramatike, duke shtuar mister dhe debat midis banorëve dhe shikuesve. Çdo fjalë dhe çdo veprim i banorëve përreth përshkallëzon tensionin dhe e bën skenën të duket më serioze dhe e rëndësishme. Ky episod shfaqet si një nga momentet më të tensionuara dhe dramatike brenda shtëpisë, ku mbrojtja e familjes, veprimet e limës dhe mënyra e menaxhimit nga produksioni ndërthuren për të krijuar një histori të fortë dhe të diskutueshme. Publiku dhe banorët mbeten të intriguar, duke pritur të shohin se si do të zhvillohet më tej situata dhe cili do të jetë ndikimi i këtij incidenti mbi marrëdhëniet dhe dramat brenda shtëpisë.